Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materiale në prokurori për vlerësim pasi ditën e djeshme në fshatin Luars për shkak të një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në banesën e shtetasit BU 43 vjeç, si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen AA 41 vjeç, banuese në Durrës për veprën penale mashtrim, pasi ka kallzuar shtetësja VV 36 vjeçe se 41 vjeçaria nëpërmjet mashtrimit nuk i ka paguar kontributet shoqërore dhe taksat e Bashkisë Shkodër, duke i shkaktuar një dëm financiar. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori për vlerësim, pasi ditën e djeshme në fshatin Vukatan dyshohet se për shkak të një defekti elektrik ka rënë zjarr në një automjet në lëvizje. Në drejtues shtetasin DG 30 vjeç, banues në fshatin Luf, për pasojë është djegur pjesërisht automjeti. Në datë 10 tetor 2025 ka kallzuar shtetasi GV 65 vjeç, banues në fshatin Loh e Sipërme, se është larguar nga banesa vëllai i tij shtetasi PV 57 vjeç, po punohet për gjetjen e tij. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Specialistët e sektorit të policisë rrugore referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit ZN 66 vjeç, banues në fshatin Nënshat, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, dhe DH 19 vjeç, banues në Koplik, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi.